Qezma e Kafaraj, një legjend apo një histori. Kjo qezmë, sipas ndërtimit arkitektoror, tregon që lashtësia është shkruar në gurët e gdhendur të historisë së saj. Banorët e këtij fshati, në shekuj, e tregojnë legjendën në disa variante, ku uji rrjedh nga një lartësi dhe vjen në afërsi të këtij fshati. Qezma e fshatit Kafaraj, mbetet një legjend apo mbetet një histori? Është një ndërtim arkitektoror apo është një ndërtim i viteve të fundit? Kjo i ngelet për detyrë atyre që merren me monumentet e kulturës, atyre që shkruajnë historinë, duke i dhënë këtij fshati atë çka mbetet dhe çfarë meriton nga këto legjenda, apo ndoshta dhe gojdhena. Uji vet rrjedh nga ky burim, duke shkruar historinë e lashtësisë të këtij burimi, që sot i jep këtij fshati një emër. Qezma e Kafarajt, e vendosur në njësinë administrative Frakull Bashkia Fier, është një burim i vazhdueshëm uji, por edhe një burim historie dhe identiteti për banorët e zonës. Për vite me radhë, kjo qezmë ka qëndruar si një dëshmi e së kaluarës, por fatkeqësisht ka mbetur e harruar nga institucionet përkatëse. Banorët e Kafarajt krenorën me këtë qezmë duke e konsideruar një simbol të identitetit të fshatit dhe duke ruajtur legjenda të shumta në kujtesën e tyre. E ndërtuar me një stil unik, ajo është pjesë e objekteve të listuara si monument kulture. Megjithatë, deri më sot, asnjë studim nuk është kryer për historinë dhe vlerat arkitekturore të saj nga specialistët e monumenteve të kulturës. Për sa kohë që nuk do të ketë një ndërhyrje për mirëmbajtjen dhe restaurimin e saj, qezma e Kafarajt do të vazhdojë të rrjedhë, duke mbartur me vete legjendat dhe historitë e banorëve të kësaj zone. Nga fshati Kafaraj dhe nga qezma e fshatit Kafaraj, për televizionin Apollon, Ndriçim Gjoshi.